Imagjino që njeriu I vetëm që duhej të ndihmonte, ta shikonte në sy dhe të thoshte: "Ti nuk do bëhesh kurrë asgjë, do mbetesh gjithmonë këtu, duke I shërbyer të tjerëve." Imagjino ta dëgjoje këtë çdo ditë, çdo mëngjes kur visheshe për punë, çdo mbrëmje kur ktheheshe në shtëpi me këmbët e fryer dhe zemrën edhe më të rëndë. Imagjino ta dëgjoje aq shumë, sa që të fillonte të hynte nën lëkurë, të zinte vend brenda, të bënte të pyesje veten nëse ndoshta ai kishte të drejtë. Mos harroni të bëni videon like, subscribe dhe komento. Kjo është historia e Gresës, jo një histori e thjeshtë, jo një rrëfim me fund të bukur që e ke lexuar 100 herë. Kjo është historia e një vajze shqiptare që ul nën peshën e fjalëve të dikujt tjetër, që zgjati duart dhe tentoi të kapet pas diçkaje të padukshme, që qau vetëm, punoi vetëm, ëndrroi vetëm, dhe pastaj, me ngadalë, pa bujë, pa publikun e duhur rreth saj, ndryshoi gjithçka. Dhe momenti kur ajo ul sërish përballë atij njeriu, shefit arrogant që e kishte poshtëruar, që kishte qeshur me ëndrat e saj, ky moment do ta lërë zemrën tënde të dridhej. Por para se të arrim atje, duhet ta njohësh Gresën. Duhet ta njohësh ashtu siç ishte, jo si fituese, jo si pronare, jo si simboli drejtësisë që do bëhet në fund. Duhet ta njohësh kur ishte thjesht një vajzë me valixhe të rëndë, me zemër akoma më të rëndë, duke zbritur nga treni në një qytet italian që nuk e njihte dhe nuk e priste. Para se të vazhdojmë, shkruaj në komentet e mëposhtme: ti do të kishe vazhduar apo do të kishe hequr dorë, sepse kjo pyetje, ndoshta, është edhe pyetja jote. Gresa kishte 23 vjeç kur lash Shqipërinë. Kishte 23 vjeç dhe kishte brenda vetes atë lloj guximi që nuk e di ende se ka, derisa e gjen veten në situatën ku nuk ke zgjidhje tjetër veç se ta përdorësh. Jo guximi I guximtarëve, jo ai I heronjve, por guximi I njerëzve të zakonshëm që shikojnë rreth vetes, numërojnë opsionet dhe vendosin se rruga e vetme e mundshme shkon nëpër diçka të panjohur. Familja e saj ishte e vogël, nëna, babai dhe një motër e vogël. Banonin në një apartament me 2 dhoma gjumi në periferi të Tiranës, me një balkon nga ku shiheshe një rrugë ngushtë dhe nëse ktheje kokën djaftas, një copës qielli. Jeta ishte e qetë, por e ngushtë. Ngushti financiare, ngushti mundësive, ngushti ëndrash jo sepse ëndrat nuk ekzistonin, por sepse bëheshin gjithnjë më të vështira për t'u marrë seriozisht kur realiteti I përditshëm ishte aq I ndryshëm prej tyre. Babai I Gresës punonte në një uzinë që ishte mbetur gjysmë e hapur, gjysmë e mbyllur, me paga që vinin vonë dhe premtime që nuk mbaheshin kurrë. Nëna e saj bënte punë shtëpie për familje të tjera, ktheheshe në mbrëmje me duar të lodhura dhe një buzëqashje edhe më të lodhur. Motra e vogël, Erinda, kishte 10 vjeç dhe kishte sytë e hapur si ata të dikujt që nuk e ka kuptuar ende se jeta mund të jetë e vështirë. Dhe Gresa nuk donte ta kuptonte, jo aq shpejt, jo pa e pasur fillimisht. Kishte mbaruar shkollën e mesme me nota të mira. Kishte tentuar të hynte në universitet, por vendi I saj financiar nuk e lejonte të vazhdonte pa punuar. Kishte gjetur punë të vogla, por asnjë nuk I mjaftonte. Asnjë nuk e çonte askund, asnjë nuk I jepte ndjenjën se po ndërtonte diçka. Gjithçka dukej si rrotullimi I rrotullimit, siç e di vetëm ai që është bllokuar në një cikël pa dalje. Pastaj erdhi mundësia. Ishte një lidhje, siç janë shumë gjëra të mira dhe të këqija në jetë. Dikush që e njihte dikë, I cili njihte dikë tjetër, I cili kishte dëgjuar se në Itali kishte nevojë për kamarier. Nuk ishte asgjë glamurose. Nuk ishte ofertë shkruar mirë me kushte të qarta dhe paga të garantuara. Ishte thjesht një fjalë e kaluar nga goja në gojë. Nëse ke guxim të shkosh, ka punë. Gresa e mori atë fjalë dhe e mbajti njërën natë të tërë pa fjetur. E ktheu nga njëra anë, nga ana tjetër. E pyeti vetes nëse kishte sens. E pyeti vetes nëse kishte rrezik. E pyeti vetes nëse motra e vogël do ta kuptonte. E pyeti vetes nëse vetë do e kuptonte. Dhe në mëngjesin e asaj nate, para se të linte dielli, vendosi. Vendosi të shkonte. Jo sepse ishte e sigurt, jo sepse kishte plan të plot, por sepse alternativa, të qëndronte, të shikonte, të priste diçka që nuk vinte, ishte edhe më e frikshme se çmu që ishte e panjohura. Nënës I tha 2 ditë më vonë. Biseda ishte e shkurtër dhe e gjatë njëkohësisht. Ato biseda që nuk harrohen kurrë, jo për fjalët, por për feshtjen midis tyre. Nëna e shikoi, buzëqeshi me syt, jo me gojën dhe tha: "Ruaju." Babai I mbajti duart fort dhe nuk foli.
Erinda qau dhe pastaj qeshi dhe pastaj qau sërish, si e vogla që ishte, e paqartë nëse ishte e lumtur apo e trishtuar, nëse ishte nesër apo sonte. Valigja e Gresës ishte e mesme, ngjyrë blu me rripa të grisur pa kanash. Brenda kishte rroba të matura me kujdes, disa libra, fotografinë e familjes dhe pak para, aq sa të mbijetonte disa javë nëse gjërat nuk shkonin menjëherë siç duhet. Treni e nxori nga kufijtë e Shqipërisë herët në mëngjes. Autobusi e çoi drejt jugut. Një barkë e kaloi detin dhe pastaj, pas orësh të tëra lëvizjeje dhe gjumit të coptuar dhe shikimi nga dritaret e mjeteve të ndryshma, Gresa arriti. Qyteti ku mbërriti nuk ishte Romi, as Milano. Ishte një qytet i mesëm italian me rrugë të ngushta të shtruara me gur të vjetër, me ndërtesa të verdha dhe portokallie të kafe, me kisa me kambana që binin herët në mëngjes dhe vonë në mbrëmje. Kishte bukurinë e atyre vendeve që kanë jetuar shumë dhe e tregojnë pa turp, me çarje muresh dhe me lule që dalin nga vendet ku nuk duhet të dalë asgjë. Gresa zbriti me valixhen e saj blu dhe qëndroi disa sekonda e pa lëvizur. Nuk i dinte rrugët, nuk i dinte emrat, nuk e dinte mirë gjuhën. Kishte mësuar pak italisht nga libra dhe nga filmat, por ajo italisht e librave nuk ishte e njëjtë me italishten e rrugës, me atë shpejtësinë e ligjëratës, me ato shkurtimet dhe shprehjet që nuk gjenden në asnjë faqe gramatike. Por kishte adresën e shkruar në një letër të vogël, adresën e restorantit ku do punonte, emrin e pronarit, Signor Ferrante. Ajo nuk e dinte atëherë, duke qëndruar e palëvizur me valixhen blu anës dhe ajrin italian të ri rreth saj, se ky emër do bëhej shumë shpejt emri i personit që do e sfidonte më shumë se kushdo tjetër në jetën e saj. Nuk e dinte se Signor Ferrante nuk ishte thjesht pronar restoranti. Ishte lloji i njeriut që nuk beson se të tjerët kanë vlerë, përveç se sa janë të dobishëm për të. Por kjo pritej akoma. Tani, me valixhen dhe me letrën dhe me zemrën që rrahte pak më shpejt se zakonisht, Gresa filloi të ecte. Rrugët ishin të ngushta dhe të bukura, dhe ajo nuk kishte kohë t'i admironte si duhet. Kishte një punë për të gjetur, një shtrat për të fletur dhe një jetë të re për ta filluar. Restoranti quhej Trattoria del Sole, dhe emri ishte i mrekullueshëm, sa ishin mashtruese ndërtesa të vjetra, me fasada të bukura. Nga jashtë të çon në iluzione, brenda zbulohesh nga realiteti. Trattoria del Sole ndodhej në fund të një rruge të ngushtë, i fshehur pas dy palmave të vjetra dhe të lodhura, me një shenjë druri mbi derë që kishte nevojë për rilyerje. Dritaret e mëdha lejonin dritën të hynte, por edhe të shiheshe nga jashtë, dhe nëse ndaloje jashtë dhe shikonit brenda, shihnit tavolina me mbulesë të bardhë, të palosura me kujdes, karafina me verë të kuqe dhe ndriçim të ngrohtë që bënte gjithçka të dukej më e bukur se sa ishte ndoshta. Gresa hyri herën e parë me zemër të hapur. Guzhinieri kryesor po priste afër hyrjes, një burr i shkurtër me mustaqe dhe me parrull gjithmonë të zbrazët, i quajtur Marko, dhe e priti me një buzëqeshje të shpejtë dhe shumë informacion brenda disa minutash. Oraret, rregullat, çfarë lejohej dhe çfarë jo, si duhej veshja, si duhej të mbaheshe me klientët. Gresa dëgjonte dhe mundohej të kapte gjithçka, duke hedhur rrotull vëmendjes shpejt nga fjalët drejt objekteve, duke ndihmuar kuptimin me shikimin. Pastaj erdhi Ferrante. Hyri nga kuzhina dhe jo nga dera e jashtme, siç hypin ata njerëz që duan të tregojnë se janë gjithmonë mes gjërave, se gjithçka kalon nëpër ta. Ishte burr rreth të 50-ave, i gjatë, me flokë të errta të thinjura pak anash, të krehura me kujdes. Kishte veshur pantallona gri dhe këmish të bardh pajak, me mëngët e palosura deri te bryllat. Kishte diçka në mënyrën si ecte, me atë siguri të sforcuar që e bënte të dukej si dikush i rëndësishëm, por që nëse e shikoje pak më gjatë, zbulonte se ajo siguri kishte nevojë të vazhdueshme për konfirmim. E shikoi Gresën nga kokat e këmbët, nuk u prezantua menjëherë. Cirkuloi një herë rreth saj, siç cirkulon dikush rreth mallit para se ta blej. Dhe pastaj foli. Kjo është shqiptarja? E kishte pyetur Markon, jo Gresën. Si të mos ishte ajo prezente. Marko konfirmoi. Gresa qëndroi dhe nuk tha asgjë, sepse nuk dinte çfarë të thoshte, sepse italishtja e saj ende nuk ishte aq e rrjedhshme sa të lejonte reagim të shpejtë, dhe sepse ishte ditës parës dhe nuk dëshironte të fillonte keq.
Ferrante e shikoi sërisht. Pastaj tha, me tonin e atij që konstaton, jo pyet. Mirë, do mësosh, por mos prit gjëra të mëdha. Dhe u kthyre dhe u largua, si ai që ka bërë detyrën e minimumit dhe ka punë shumë më të rëndësishme. Gresa qëndroi atje, me valixhen akoma pranë saj, dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer para. Jo trishtim, jo zemërim, diçka midis të dyve, diçka si pezmatimi ftoft, sikur dikush kishte hedhur ujë të ftoft mbi një gur të nxehtë, diçka që zihej brenda dhe nuk largohej shpejt. Por pastaj mori frym, kreu supet, edhe tha vetes, provo. Ditët e para ishin të mbushura me mësim. Jo mësim formal, jo mësim i qetë, por mësim i llojit të vrazhët, duke gabuar, duke u korrigjuar ashpër, duke mbajtur mend çdo gabim me turp të mjaftueshëm për të mos e përsëritur. Ferrante kishte një mënyrë të veçantë për të treguar gabime. Nuk qetësohej kurrë me ta treguar privatisht, pa dëshmitar. Ai priste momentin kur kishte njerëz rreth vetes, punonjës të tjerë, ndonjëherë klient, dhe atëherë tregonte gabimet me zë të lartë dhe me atë ton përbuzës që e bënte dukej si mëshirë çfarë nuk ishte as pak. Herën e parë që Gresa bëri gabim me porosin, kishte ngatruar 2 tavolina, gjë krejt normale për dikë të ri. Ferrante doli nga kuzhina, qëndrai para saj dhe me zë të mjaftueshëm të lartë për t'u dëgjuar nga 2 tavolina të fqinje tha: "Kur vjen dikush nga jashtë dhe nuk e dëgjuhen, mendoj se të paktën do mbaj mend renditjen e tavolinave, por ndoshta kjo është shumë." Gresa ndezi fytyrën, ndjeu sytë e klientëve mbi vete, ndjeu atë ndjesi të frikshme të ekspozimit pa merituar, kur ndihesh si shënjeshtër e gabuar e dikujt tjetër. Kërkoi falje, e korrigjoi porosin, vazhdoi punën, por brenda saj, ajo grimcë e vogël e pezmatimit u bë pak më e madhe. Ka fjalë që hynë sikur thikat, jo shumë gjatë herën e parë, por pastaj ngjiten nën lëkurë dhe qëndrojnë, dhe ndoshta nuk i ndjen shumë derisa një herë e kupton se janë bërë pjesë e asaj si mendon për veten. Ferrante kishte talent të veçantë për këto fjalë. Nuk ishte kurrë thjesht i pakënaqur. Pakënaqësia e zakonshme është diçka me të cilën mund të jetosh, diçka nga e cila mëson, diçka që kalon, por Ferrante e kthente pakënaqësinë e tij profesionale në gjykim personal. Nuk ishte kurrë kjo punë nuk u bë mirë. Ishte gjithmonë ti nuk je aftë për këtë. Nuk ishte kurrë duhet mësosh më shumë. Ishte njerëz si ti nuk ngjiten dot shumë lart. Dhe ky dallim midis kritikës së punës dhe gjykimit të njeriut ishte i tërë i botë. Gresa e kuptoi shpejt se cili lloj njeriu ishte Ferrante. E kuptoi se ai kishte nevojë ta ndjente veten mbi të tjerët për të qenë rahat me veten. E kuptoi se ata që punojnë pranë atyre njerëzve kanë 2 rrugë, ose bëhen si ata, ose gjejnë diçka brenda vetes që ta mbajë. Diçka që shef si Ferrante nuk mund ta prek, pa marrë parasysh sa fjalë dërgonte. Por ta dish këtë intelektualisht dhe ta ndjeshe emocionalisht janë 2 gjëra krejtësisht të ndryshme. Ishte ndoshta e 3-ta muaj në punë. Gresa kishte filluar të gjendej pak më mirë me gjuhën, me klientët, me ritmit e restorantit, kur Ferrante tha diçka që mbeti. Ishte një të hënë pasdite, restoranti ishte gjysmë bosh dhe Gresa po pastronte tavolinat pas drekës. Ferrante kaloi pranë pa ndaluar dhe tha pa u kthyer: "Mos lodh veten shumë me gjëra të tjera jashtë kësaj pune. Kjo është vendi yt, kjo do mbetet vendi yt." Gresa u ndal, e shikoi pas. "Si e dini?" tha, dhe habisi veten që foli. Italishtja doli pak e rrufeshme, pak jo perfekte, por doli. Ferrante u kthye me qetësinë e dikujt që nuk pret kundërshtim. Buzëqeshi me gojë, jo me sy, dhe tha: "Sepse e njoh llojin, të bën mirë kjo punë, paguë mirë, vendosesh, vazhdon. Shumë si ti e bëjnë të njëjtën gjë. Kjo nuk është gjë e keqe." Dhe vazhdoi të ecte. Gresa qëndroi me leckën e lagur në dorë dhe me fjalinë e tij ende ndezur si cigare e hedhur ku nuk duhej. Shumë si ti. Ky ishte pjesa që prekte. Ky ishte pjesa që kishte mjet. Jo kritika e saj si individe, por futja e saj brenda një kategorie, si ajo ishte zëvendësuesme, si ishte numër, si ëndrat e saj ishin jo individuale, por të parashikueshme dhe të zgjueshme pa u marrë seriozisht. Ajo natë, kur u kthye në dhomën e vogël që kishte marrë me qira, dyshe me një kolege tjetër, me dritare që jepte drejt një muri guri dhe jo drejt qiellit, Gresa ul në krevat dhe qau.
Jo shumë, jo me zë, por qau. Pastaj mori nga çanta e vogël librarise librin që kishte sjell me vete. Një tekst i madh ekonomie biznesi i bler prej kohësh me paramendim, i papërdorur deri tani sepse koha dhe lodhja nuk kishin lënë vend. Dhe e hapi. Dhe lexoi. Lexoi deri kur syt i rënduan dhe teksti filloi të pezmatojë mbi faqen si diçka e papërcaktuar. Pastaj e mbylli dhe e vuri në një stëk, si dikush që mban diçka të çmuar afër. Dhe para se të flinte tha me zë të ulët, vetëm për veten. Nuk do mbetes këtu. Jo si premtim madhor, jo si betim dramatik, por si vërejtje e qetë dhe vendosur e bërë dikujt të vetëm, vetes, sepse askush tjetër nuk ishte pranë për ta dëgjuar dhe sepse ndoshta, kur thua diçka me zë, edhe nëse vetëm ti mund ta dëgjosh, bëhet pak më reale. Kjo nuk ishte e lehtë të studioshe pas punës. Kjo duket si frazë thjesht, por pas frazës janë netët e gjata dhe të rënda, orët e ngritura mbi tavolinat vogla me dritë të keqe, faqet e librave që shkriheshin para syve të lodhur, testet e vogla vetë administruara me gjish tremurues duke shënuar përgjigje, ato momente kur nuk di nëse po mëson, apo po e shqipton mendërisht tekstin pa e kapur kuptimin. Gresa ndërtoi me kujdes çdo orë të lirë. Orari i punës ishte i gjatë. Restoranti hapej herët pas dite dhe mbyllej vonë natën. Kishte ditë që fillonte gjysmëditën dhe mbaronte pas mesnatës. Kishte ditë me pushim të shkurtër midis shërbimeve. Kishte fundjavë me ngarkesë të dyfisht. Por kishte edhe momente. Mëngjeset para hapur, ca orë mesdite ndonjëherë dhe natët pas mbylljes. Ato net kur kolegët tjerë shkonin të flinin ose të bisedonin dhe Gresa merrte librin. E kishte organizuar studimin sipas asaj çka kishte. Pak, por vazhdimisht. Nuk kishte luks të priste kushtet e mira. Nuk kishte zyrë studimi, as heshtje ideale, as dritë perfekte. Kjo nuk ishte arsye. Kjo ishte kushti, dhe kushti duhej pranuar dhe punuar brenda tij. Kishte filluar me italisht, jo italishten e restorantit, por italishten e dokumentave, e kontratave, e ligjeve. Pastaj kishte vazhduar me matematik biznesi, me kontabilitet bazë, me menaxhim. Kishte gjetur burime falas, biblioteka publike kishte orë të hapura disa ditë në varë dhe Gresa i shfrytëzonte me precizion kirurgjik. Bibliotekarja, grua e shkurtër me syze të mëdha dhe flok të thinjur, e quajtur Signora Ana Maria, e kishte vërejtur shpejt Gresën. E kishte vërejtur se ajo nuk vinte si të tjerët pa qëllim të qartë, duke kaluar kohë. Gresa vinte me listë, Gresa vinte me pyetje specifike, Gresa vinte me kohë të kufizuar dhe shfrytëzonte çdo minutë. Signora Ana Maria nuk pyeste shumë, por ndihmonte pa u pyetur. La libra më njanë për Gresën. I ofroi kontakt me ndonjë grua tjetër që bënte kurse falas gjatë fundjavave. I tregoi si të hynte në sistemet digjitale të bibliotekës nga shtëpia me kartën e antarësisë. Kishte diçka emocionuese dhe gjithashtu trishtuese në mënyrën si Gresa studion. Emocionuese sepse ishte reale. Kjo nuk ishte metaforë. Ishte vajzë e vërtet, me libra të vërtet, në orë të vërteta natën. Trishtuese sepse po bënte një gjë shumë të zakonshme, studim, në rrethana shumë jo të zakonshme, duke e mbajtur si sekret të vogël personal, sepse nëse e dinte Ferrante, nuk do kuptonte, apo ndoshta do tallej. Dhe Ferrante bënte talljet mjaftueshme tashmë. Kishte ditë kur Ferrante hynte kuzhinën kur Gresa më bënte pauza dhe gjente anën e saj me ndonjë faqe librarie ose ndonjë koment shkruar në shënime, sepse ndonjëherë ajo shkruante ide, pyetje, gjëra që donte të kuptonte më mirë, dhe Ferrante e shikonte me atë buzëqeshje gjysmake, të paqakt nëse ishte tallse apo indiferente, dhe thoshte diçka si: "Kur bëhesh studente, studiuesja jonë e restorantit?" ose "Pse mundohen me libra ata që kanë punë? Librat nuk ta zbukurojnë jetën e kamarierit." Dhe nuk priste përgjigje. Hidhte fjalën si hedh guri në ujë, pa interese real për valët, vetëm për zhurmën. Gresa mësoi shpejt të mos reagonte me fytyrë. Mësoi ta lejonte fjalën të bjerë, pa e kapur me mimitik. Mësoi të vazhdonte punën si ai nuk ishte thënë asgjë, dhe pastaj të dilte nga kuzhina dhe diku jashtë, aty ku nuk shihej, të merrte frymë thellë dhe ta lëshonte. Ndonjëherë duke ecur rrugëve të qytetit vonë natën kur mbylleshin, Gresa vëzhgonte dyqanet e mbyllura, restorantet me ndriçim të fikur, zyrat e errta mbi ndërtesa me dritare të zeza, dhe mendonte gjëra. Mendonte se si duken ato dritare kur janë ndezur ditën. Mendonte se cilët njerëz i zotrojnë ato.
mendonte se si kanë filluar ata, nëse kanë filluar si ajo, nga poshtë, me pak, duke mbajtur shpresat private si objekte të çmuara. Nuk ishin mendime të mjegullta, ishin mendime specifike dhe drejtuese, si dikush që shikon hartë, jo si dikush që ëndërron. Dhe kjo dallimi i madh ishte ai që, pa e ditur akoma, po e ndante Gresën nga shumë të tjerë. Ishte dimër kur erdhi mesazhi nga Erinda. Erinda kishte moshën e adoleshencës tani dhe shkruante me atë lloj dëshpërimi të sinqertë dhe dramatik që kanë vetëm ata që janë akoma mjaftueshëm të rinj për ta ndier çdo gjë si fund bote. Gresa, babai ka probleme me punën. Thonë se fabrika mbyllet. Nëna flet pak. Unë nuk di çfarë të bëj. Ti kur vjen? Gresa lexoi mesazhin duke qëndruar jashtë restorantit, me pallton e holl kundër erës së dimrit. Lexoi 2 herë, 3 herë. Pastaj futi telefonin në xhep dhe qëndroi duke shikuar rrugën e zbrazët. Kishte dëshirë të ikte. Kishte dëshirë të zinte trashëgimin dhe të ikte. Kjo ishte reagimi i parë i zemrës, të shkoshte ata që do, kur kanë nevojë. Por pastaj erdhi mendimi i dytë. Nëse ikte tani, kthehej te çfarë? Kthehej te jeta pa alternativa që kishte lënë pas. Kthehej si dikush pa asgjë shtesë, pa asgjë ndërtuar, pa asgjë konkrete, vetëm me ndjesinë e duhur, por me mundësinë praktike. Dhe kjo nuk do i ndihmonte Erindës, nuk do i ndihmonte babait, nuk do i ndihmonte nënës. E ndihmonte vetëm nëse vazhdonte, nëse ndërtonte diçka, nëse qëndronte kur ishte e vështirë. E thirri nënën atë mbrëmje, biseduan gjatë, më gjatë se zakonisht. Nëna foli me atë qetësi artificiale që bëjnë nënat kur duan të tregojnë se gjithçka shkon mirë pa të mashtruar tërësisht. Gresa njohu atë ton. Kishte rritur duke e njohur. Jemi mirë, tha nëna. Kujdesu vetë. Kjo është ajo çfarë duhet. Kur mbyllën telefonin, Gresa qau, por sërish jo me zë. Qau me atë heshtje të njerëzve që kanë mësuar se lotët janë të çmuara dhe nuk i shpenzojnë kot. I lën të bien vetëm kur janë vetëm dhe kur duhen. Pastaj, mori vendimin. Nisi të dërgonte para shtëpisë çdo muaj. Jo shumë, paga e kamarierit nuk lëshon luksin, por rregullisht, me precizion. Një shumë e caktuar, çdo muaj, si kontratë e bërë me veten. Kjo do të thoshte se shumë muaj kishte edhe më pak për veten. Do të thoshte shpenzime edhe më të vogla, edhe më pak opsione. Por kjo do të thoshte gjithashtu diçka tjetër, diçka që nuk shpjegohet lehtë me fjalë, por ndihej shumë qartë. Do të thoshte se ishte duke bërë diçka konkrete, jo vetëm ndërruar, jo vetëm planifikuar, por duke ndikuar realisht në jetën e familjes. Tani, në të njëjtën kohë, sa ndërton ka rrugën e vet. Dhe kjo ndjenjë, e qënjes e dobishme tani, jo vetëm e mundshme nesër, i jepte forcë për të vazhduar. Kishte disa kamarier të tjerë në restorant. Shumica ishin italian vendas, disa të rinj, disa pak më të moshuar. Kishin mes tyre atë lloj solidariteti të qetë të punëtorëve që e dinë se kush është shef dhe kush jo, dhe kuptojnë se disa beteja nuk fitoheshin me zë të lartë. Por ishte një vajzë mes tyre, Valentina, me të cilën Gresa nisi një miqësi të lindur nga koincidenca dhe forcuar nga mirëkuptimi. Valentina kishte 27 vjeç, qeshte shumë dhe shpesh pa arsye të dukshme. Kishte flok të kuqe jo natyral dhe mënyrë të drejtë për drejtë fjalimi që disa e gjenin të pakëndshme dhe Gresa e gjente çliruese. Ajo kishte punuar në restorant 2 vjet para Gresës dhe e njihte Ferranten si dikush që ka lexuar librin disa herë dhe nuk befasohet dot. Mos e merr seriozisht, i kishte thënë Valentina herët, pasi kishte vërejtur fytyrën e Gresës pas njërit nga komentet e Ferrantes. Njerëzit si ai flasin kështu se nuk kanë çfarë tjetër. Fjala është fuqia e tyre e vetme. Ti ke fuqinë tënde diku tjetër. Ku? Kishte pyetur Gresa, jo me ironi, por me pyetje të vërtetë. Valentina e kishte shikuar me syt gjysmë ngushtuar, si dikush që vlerëson nëse tjetra është gati për një të vërtetë. Nuk e di akoma, por ajo është aty, gjithmonë është aty. Valentina nuk e dinte për librat, nuk e dinte për netët e studimit, nuk e dinte për planin. Gresa nuk e kishte treguar, jo sepse nuk i besonte Valentinës, por sepse kishte mësuar se disa gjëra janë më të forta kur mbahen të brendshme, kur nuk u nënshtrohen shikimeve dhe opinioneve të tjerëve, kur mbeten vetëm tuat. Por miqësia me Valentinën i jepte diçka tjetër shumë të rëndësishme, natyralsinë,
ajo ndjesi e thjesht e qenies njeri mes njerëzve, jo vetëm punëtore mes punëtorësh, jo vetëm shqiptare mes italianësh, por thjesht vajzë mes vajzash, me të qeshura dhe me kafenete ngutshme midis shërbimeve dhe me histori të shkëmbyera me gjysmë zëri, ndërkohë që pastroheshin tavolinat. Kjo natyralësi kishte vlerë, madje kishte vlerë të madhe, sepse kur jetoni zhytur tërësisht në aspiratën tënde, kur çdo orë ndirë shkon drejt qëllimit, kur çdo ditë është hap lart apo hap mbrapa, por gjithmonë lëvizje, rreziku është që humbësh kontaktin me njerëzit, me momentin, me bukurinë e vogël të rastit. Dhe Valentina i kujtonte Gresës se jeta nuk ishte vetëm destinacion, ishte edhe rruga, edhe ndaljet, edhe fytyrat që shihje gjatë rrugës. Kishte mbrëmje kur mbyllnin restorantin bashk dhe ndaleshin te pjata me kafe tek bari pran. Baristi plak, Gjani, i jepte gjithmonë kafen pa para, duke e quajtur donacion për të rinë të lodhur, dhe flisnin derisa ndjenin të dyja se nata kishte arritur pikën kur gjumi nuk ishte luks, por nevojë. Valentina kishte ëndrat e veta, ndryshe nga Gresa, por jo më pak reale. Donte të hapte një studio fotografike, kishte talent të dukshëm me kamerën e telefonit, bënte fotografi me atë shikim të natyrshëm të dikujt që sheh bukuri, ku të tjerët shohin thjesht rrugë. Pse u ke bën tani? E kishte pyetur Gresa një herë. Para, kishte thënë Valentina me thjeshtësinë e dikujt që ka dhënë përgjigje shumë herë. Para vin kur ndërtosh diçka, kishte thënë Gresa. Valentina e kishte shikuar me atë shikim gjysmak, gjysmë tallje, gjysmë respekt. Kur u bëre filozofeti, kishin qeshur të dyja. Dhe qeshja kishte qenë e vërtet, jo ajo qeshja e restorantit, e mbajtur dhe e matur dhe e drejtuar drejt klientëve, por qeshja e njerëzve të lirë, ndonjëherë edhe pa arsye, thjesht sepse ekziston. Me kalimin e kohës, Gresa u bë kamariere e mirë. Kjo nuk do të thotë se Ferrante e pranoi. Njerëzit si Ferrante nuk e pranojnë rritjen e të tjerëve lehtë, sepse rritja e të tjerëve e kërcënon narrativën e tyre. Narrativën se disa njerëz janë për lart dhe disa njerëz janë për poshtë, dhe kufiri midis tyre është i qartë dhe i pandryshueshëm. Por pavarësisht qëndrimit të tij, ishte e pamundur të injoroheshe fakti. Gresa punonte mirë. Klientët e kërkonin. Disa kishin filluar ta preferonin si kamariere specifike, kërkonin tryezat e saja kur hynin. Ajo kishte mësuar gjuhën mjaftueshëm tani për të biseduar me klientët jo vetëm funksionalisht, por me ngrohtësi, dhe klientët e ndjenin atë ngrohtësi dhe ktheheshin. Kjo e shqetësonte Ferranten. Nuk do ta thoshte asnjëherë, por shqetësimi bëhej i dukshëm në mënyra të vogla. Kritika bëhej edhe më e shpeshtë, edhe pse material kishte më pak, sepse Gresa bënte pak gabime tani. Ferrante duhej të gjente gjëra, duhej të skaliste arsye, duhej ta mbante Gresën brenda kornizës që kishte vendosur për të. Ishte vjesht kur ndodhi incidenti me klientin e madh. Kishte ardhur një grup, 8 persona, dukej si dark biznesi, dhe kishin rezervuar të gjithë anën e djathtë të restorantit. Ferrante kishte dhënë personalisht udhëzime se kush do merrte atë grup. Kishte zgjedhur Marcelën, kamarierin më me eksperiencë, dhe kishte lënë Gresën me tryezat e zakonshme. Por Marcello kishte patur emergjencë familjare dhe ishte larguar papritur në mes të shërbimit. Gresa ishte ajo më pranë. Ferrante nuk kishte zgjidhje tjetër. Ti, i kishte thënë me ton të shtangur dhe jo të lumtur, shko me grupin djaftas, mos bëj gabime. Gresa kishte marrë seksionin pa fjalë të tepërt. Kishte ecur drejt grupit, kishte shikuar sytë e tyre, vëmendja normale të klientëve të rinj ndaj kamarierit të ri dhe kishte figuar. Kishte qenë e shkëlqyer, jo sepse ishte duke u munduar të provonte diçka ndaj Ferrantes. Kjo do kishte qenë e gabuar, do kishte bërë sjellje të tensionuar dhe klientët e ndjejnë sjelljen e tensionuar, por sepse kjo ishte puna e saj dhe Gresa bënte punën mirë, pavarësisht kush e shikonte apo nuk e shikonte. Grupi kishte qëndruar 3 orë, kishin ngrënë mirë, kishin pirë mirë, kishin qeshur dhe biseduar. Kur u larguan, udhëheqësi i grupit, burr me flok të bardhë dhe kostum gri, me mënyrën e dikujt që ka vendosur shumë dhe nuk nxitohet, kishte marrë Gresën anash dhe i kishte falur bakshish shumë më të madh se zakoni, dhe kishte thënë: "Shërbimi shkëlqyer, kemi qenë shumë të kënaqur." Gresa kishte falenderuar me sinqeritet. Brenda kuzhinës, Ferrante e kishte dëgjuar këmbimin me klientin. Kishte parë bakshishin, e kishte parë pa e treguar se kishte parë. Kishte vazhduar të bënte gjërat e veta me atë qetësinë artificiale të njeriut që nuk do ta pranojë asnjëherë se çfarë ndodhi. Asnjëherë nuk i tha bëre mirë. Asnjëherë nuk i tha ishte e shkëlqyer.
Asnjëherë nuk I tha asnjë fjalë pozitive. Por kishte diçka tjetër. Diçka edhe më e rëndësishme se lëvdatat e Ferrantes, të cilat Gresa nuk I kishte nevojë dhe nuk I priste. Ajo vetë dinte. Ajo vetë kishte ndjera të pasdite si e ndjej gjëja bëhej si duhet, kur puna dhe personi ishin të njëjta gjë, kur shërbimi nuk ishte vetëm funksion, por kontakti vërtet me njerëzit. Dhe kjo dije, e brendshme dhe e patjetërsueshme, ishte më e fortë se çdo fjalë e Ferrantes, pozitive apo negative. Ishin mbaruar 6 muaj studimi të rregullt kur Gresa e gjeti kursin. Kursi nuk ishte gjë e madhe nga jashtë. 6 muaj menaxhim biznesi dhe finance bazë, I mbajtur 2 herë në javë mbrëmjeve nga një institut I vogël afërqendrës. Kostoja ishte e moderuar si koncept abstrakt, jo si realiteti I Gresës atko, kur çdo euro kishte destinacion dhe destinacioni ndryshimi ishte I dhimbshëm. Por kur e llogariti, kur e shikoi me letër dhe laps, kur e vendosi kundrejt parave të dërguara shtëpisë dhe parave të nevojshme për jetë minimale, zbuloi se mund ta bënte. Me kusime të vogla shtesë, me pak më shumë orë kur restoranti ofronte, me heqje dorë nga disa gjëra jo thelbësore. Ishte e mundur. Dhe kur diçka është e mundur, për njerëzit si Gresa, kjo mjafton. U regjistrua. Nuk ja tha askujt, jo Valentinës, jo nënës, jo askujt. Jo sepse kishte turp, por sepse kishte mësuar diçka nga muajt e kaluar. Kur flet për gjërat e papërfunduara, shpenzon energji duke shpjeguar, duke mbrojtur, duke përballuar shpresën ose skepticizmin e të tjerëve. Kurse kur punon në heshtje, gjithë energjia shkon ku duhet, drejt veprës. Kurseve I shkonin 2 mbrëmje të martën dhe të enjten. Kjo do të thoshte 2 ditë me 2 orë shtesë jashtë punës, 2 ditë pa kohë relaksimi, 2 ditë ku truri duhet të kalonte nga moda e shërbimit te moda e të nxënit pa pushim midis tyre. E bëri për 6 muaj, pa humbur asnjë mësim, pa vonuar asnjëherë. Instruktori, Lorenzo, njëri I mesit jetës me syze dhe shprehje analizuese, dikush që dukej sikur kishte parë shumë biznes të mirë dhe shumë biznes të keq dhe kishte nxjerrë mësime nga të dyja, vuri re Gresën shpejt. Jo sepse bënde vëmendje në të veten, kundër, bëhej sa më e padukshme të mundej, por sepse pyeste pyetjet e duhura, pyetjet që tregonin jo vetëm se kishte dëgjuar, por se kishte menduar. Pyetjet si: nëse marzhi neto rritet, por trafiku I klientëve bie, çfarë tregon kjo afatgjat? Pyetje që nhisnin diskutime të gjata dhe frutuese dhe dallonin Gresën nga shumica e kursantëve që po bënin kursin për arsye të ndryshme, disa pa pasion të dukshëm. Lorenzo e kishte thirrur pas njërit nga mësimet, pasi të tjerët kishin dalë. Pse je këtu? E kishte pyetur, jo me ton hetimor, por me kuriozitet të sinqert. Gresa kishte hezituar. Pastaj kishte thënë të vërtetën, jo tërë të vërtetën, por thelbin e saj. Dua të kuptoj si funksionon biznesi, nga brenda. Lorenzo e kishte shikuar dhe kishte buzëqeshur me atë buzëqeshjen të dikujt që njeh motivimin e vërtet kur e sheh dhe e çmon. Vazhdo kështu. Ky lloj kurioziteti është më I rrallë se sa mendon. Gresa kishte marrë me vete atë fjalë dhe e kishte ushqyer si zjar I vogël. Ndërkohë, jeta në restorant vazhdonte me ritmin e saj dhe Ferrante vazhdonte. Ishte me fjalë dhe mënyra të vogla, komentet gjatë punës, tonin e urdhresave, mënyrën si e kalonte pranë Gresës pa e shikuar kur ndodhte diçka e mirë, por ekzistente plotësisht kur ndodhte diçka e diskutueshme. Ishte mënyra si fliste për të me të tjerë, jo me zë të lartë, por me atë gjysmë zë që është pikërisht I llogaritur të dëgjohet nga ai që I referohet. Shqiptarët janë punëtore, po. Kishte dëgjuar Gresa një herë teksa Ferrante fliste me pronarin e restorantit fqinj që kishte ardhur për vizitë. Por kaq, deri atje. Nuk ka nevojë t'u japi shumë. Gresa ishte në anën tjetër të mureve. Ishte duke mbajtur tabaka. Nuk kishte reaguar. Por kishte mbajtur mend. Kishte mbajtur mend me atë lloj memorie të veçantë që kanë njerëzit e ndërtimit brendshëm. Jo memorie zemërimi, jo memorie hakmarrjeje, por memorie faktesh. Fakte mbi kush është cila person, fakte mbi kush mendon çfarë, fakte mbi realitetin e situatës, pa iluzion dhe pa indinjat të tepruar. Indinjata e tepruar harxhon energji. Gresa e dinte këtë tani. Jo nga filozofia, por nga eksperienca. Kishte ditë të hershme kur reagonte emocionalisht, kur shpenzonte energji mendore duke menduar mbi padrejtësitë e Ferrantes, duke dialoguar me të imagjinar, duke rifusur biseda dhe duke imagjinuar përgjigje të mira. Dhe ato ditë e linin të lodhur jashtëzakonisht. Ndaj kishte gjetur mënyrën tjetër, ta vëzhgonte, ta kuptonte
dhe ta çlironte. Ta vëzhgonte sepse njohja e kundërshtarit ka vlerë, ta kuptonte sepse sjellja e tij kishte origjinë, jo arsye që e justifikonte, por prejardhje që e shpjegonte. Ta çlironte sepse mbajtja e energjisë shpenzuese rreth njeriu të gabuar ishte mënyra e sigurt për të mos ndërtuar asgjë. Ferrante nuk ishte i keq në mënyrën e spektakularit. Ishte i zakonshëm në keqbërjen e tij. Njëri nga ata njerëz që gjatë gjithë jetës kanë ushtruar pushtet të vogël mbi njerëz të vegjël, dhe kjo ushtrim i pushtetit të vogël është bërë personaliteti i tyre, mënyra si e provojnë vlerën e tyre, guri mbi të cilin qëndrojnë. Por Gresa kishte kuptuar tashmë se gurët e huaj nuk janë bazamente të qëndrueshme. Erinda kishte filluar të shkruante më shpesh. Kishte moshën kur jeta bëhet konfuze dhe e ndezur njëkohësisht, kur çdo gjë duket e madhe dhe e rëndësishme dhe urgjente, kur emocionet ndryshojnë shpejtësi si moti i pranverës, kur vendoset identiteti me intensitetin dhe jo finalizitetin e dikujt që provon shumë kosto dhe nuk ka akoma maturin të zgjedh. Mesazhet e Erindës kishin forma të ndryshme, herë të gjata dhe filozofike, herë të shkurtra dhe të urgjenta, herë me pyetje që vinin siç vinë pyetjet e moshës, jo si kërkesë informacioni, por si kërkesë pranimi. Gresa, ti si e dije çfarë doje? Si ndihesh kur je larg? A humbet veten apo gjen veten? Nëna thot se do shkojnë mirë, por unë shoh fytyrën e babait mbrëmjeve dhe nuk besoj. Gresa i kthente çdo mesazh. Nuk i kthente me njëherë gjithmonë, ndonjëherë ishte mes shërbimi kur vinte mesazhi, ndonjëherë ishte me librin hapur kur ndiqte telefonin, por u kthente gjithmonë, me kujdes, pa e trajtuar si detyrë, por si privilegj. Sepse Erinda ishte njeriu i vetëm në botë me të cilin Gresa fliste plotësisht e hapur. Jo me Valentinën, jo me Lorencon e kursit, jo me askën tjetër. Por me Erindën, me atë motër të vogël me 10 vjeç sytë e hapur kur Gresa kishte nisur rrugën, fliste pa filtër. Humbas veten çdo ditë dhe e gjej çdo natë, i kishte shkruar një herë. Çlirim mendja ditën me punën, natën e mbledh me librat, pastaj nesër sërish. Por pse? Kishte pyetur Erinda. Pse ja vlen? Sepse po ndërtoj diçka, kishte shkruar Gresa. Nuk e di sakt çfarë akoma, por e ndjej se po ndërtoj, dhe ajo ndjesi i ja vlen çdo gjë. Kishte gjëra që i fshihte edhe Erindës. Fshihte lodhjen e vërtet, jo lodhjen fizike. Ajo ishte normale dhe pritej, por lodhjen e llojit tjetër, lodhjen e qenies gjithmonë i fortë kur nuk ndihesh gjithmonë i fortë. Lodhjen e mbajtjes së maskës optimiste edhe kur brenda je i tronditur. Lodhjen e të diturit se nuk mund të tregos gjithçka, sepse njerëzit do shqetësohen dhe shqetësimi i tyre do të shtonte peshën tënde. Por fshihja ishte mbrojtje, jo mbrojtje e vetes, por mbrojtje e tyre. Gresa kishte moshën dhe largësinë dhe eksperiencën e mjaftueshme tani për ta bërë atë dallim. Kursi i mbaroi dhe Gresa mori certifikatën. Certifikata ishte cop letre e vockël me emrin e saj të shkruar me shkronja formale dhe vulën e institutit. Nuk ishte diplom universiteti, nuk ishte asgjë spektakolare, por ishte e para gjë zyrtare, e para dokumenti lloj të tij, që tregonte se ajo kishte studiuar dhe mbaruar diçka në vendin e huaj, në gjuhën e huaj, duke punuar njëkohësisht. Lorenzo i kishte dhënë certifikatën personalisht, jo si ceremoni, por si gjest i thjesht i dhënies dorë me dorë, me atë buzëqeshjen e tij të qetë dhe me fjalë të pakta. Vazhdo, kjo është fillimi. E di, kishte thënë Gresa. E dinte. Kishte filluar të kuptonte se sa shumë nuk dinte akoma, dhe kjo vetëdia, jo parandjenja e mosnjohjes, por hartëzimi i qartë i asaj çka duhej akoma mësuar, ishte shenjë shumë e mirë, sepse njerëzit që nuk e din sa nuk din, ndërsa njerëzit që fillojnë të mësojnë, fillojnë të shohin madhësinë e fushës para tyre, dhe kjo pamje mund të friksojë ose mund të nxitë. Për Gresën, nxiste. Pas certifikatës, ndërmori hapin tjetër. U regjistrua në kurs universitar me distancë, jo program të plot kohës, kjo ishte e pamundur tani, por program të pjesshëm, me modul të zgjedhur me kujdes, me tempo të menaxhueshme, me kosto të llogaritura. Administrim biznesi, menaxhim ndërmarrjesh, ekonomi aplikative. Nuk do ishte e shpejtë, do ishte vite, do ishte e vështirë të mbante ritmin e punës dhe studimit njëkohësisht për kohë të gjatë, pa e ditur kur dhe si do ndryshonte gjendja. Por kur e kishte vendosur, kishte ndjerë diçka çuditërisht të qetë, qetësinë e vendimit të bërë, qetësinë e rrugës së zgjedhur, jo rrugës së imponuar, qetësia e lirisë reale,
jo romantike, jo të filmave, që është jo mungesa e pengave, por zgjedhja se si ti përballosh ato. Restoranti kishte periudhë të ngarkuar, muaj kur turistët mbushnin qytetin dhe tavolinat qëndronin të zëna nga mesnata deri po aty, dhe puna nuk kishte kohë të lehtë, dhe trupi mësoi të funksiononte në nivel tjetër, me kafene shumë dhe gjumë pak, dhe energji të marrë nga diçka tjetër, nga qëllimi ndoshta, nga ajo grimc brenda që nuk lodhet si mishi. Ishte gjatë kësaj periudhe që Ferrante zbuloi. Jo kursin universitar, atër ende nuk e dinte, zbuloi diçka tjetër. Zbuloi se Gresa kishte kaluar kohë në bibliotek, duke lexuar revistë tregtare të restoranteve dhe duke bërë shënime mbi konkurrentët e zonës. Si e zbuloi, Gresa nuk mori vesh kur sakt. Ndoshta dikush e kishte parë dhe kishte treguar. Ndoshta bibliotekarja kishte përmendur diçka pa keqdashje. Ndoshta Ferrante kishte vërejtur gjurmët e vogla të kuriozitetit profesional të Gresës, pyetjet që bënte, ndonjëherë me klientët, mënyra si vëzhgonte çmimet dhe menut, si bënte komente të vockla dhe të sakta mbi prezantimin e pjatave. Sidoqoftë, kishte ardhur te Gresa në mes të mbrëmjes dhe kishte thënë: "Jo me zë të lartë, por me ton të ftohtë. Çfarë synon? Ti hapësh restorant konkurrues, ta bësh pronare?" Gresa ishte ndalë dhe kishte shikuar. "Synoj të kuptoj industrinë", kishte thënë. "Industrinë", kishte përsëritur Ferrante me atë ton si do kishte thënë fjalën me thonjza shumë të madhe. "Ti je kamariere, industria jote është tabakaja dhe porosit. Mos ngatrosh gjërët." Pastaj kishte shtuar, dhe kjo ishte fjalia që mbeti, fjalia që u bë sigurisht udhërfyesi historisë, kishte shtuar: "Do mbetesh gjithmonë punëtorja ime, Gresa. Kjo është realiteti. Pranoje dhe do të ndihesh më mirë." Kishte thënë punëtorja ime, jo punëtore si kategori profesionale, por punëtorja ime si pronësi, si definicion identiteti, si kornizë nga e cila, sipas tij, nuk kishte dalje. Gresa e kishte dëgjuar fjalinë, kishte vazhduar punën, por brenda diçka kishte ndodhur, si kthim cilësor, si kalim pragu pa u kthyer mbrapa. Jo zemërim, jo vendim hakmarrjeje, por diçka shumë më e qetë dhe shumë më e fuqishme, qartësi absolute. Kishte kuptuar plotësisht atë mbrëmje sa larg kishin ardhur rrugët e tyre nga e njëjta pikë fillestare. Ferrante kishte zgjedhur të mbetej ku ishte, kishte zgjedhur pushtetin e vogël mbi njerëz të vegjël si kënaqësinë e tij supreme. Kishte zgjedhur të mos besonte në rritje, se kështu besimi në rritje të tjerëve do e kishte kërcënuar pozicionin e tij. Dhe Gresa kishte zgjedhur ndryshe. Nuk ja kishte thënë atë natë, nuk I kishte thënë asgjë, por natën, kur ishte ulur me librin e hapur dhe me shënime para vetes, kishte shkruar diçka në margjinën e fletores. Do të kujtohesh I kësaj fjalie. Nuk I kishte kushtuar vetes mirë kuptim, apo Ferrantes ironi. Kishte thjesht shënuar, si shënohet data mbi dokument, si regjistrohet ngjarje për histori, me qetësinë e faktit, me saktësinë e dikujt që di se çka ndodhur ka rëndësi. Vitet janë gjëja più e çuditshme kur I shikon mbrapa. Duke I jetuar, duken të gjata dhe ndonjëherë të ngadalshme, plot detaje dhe momentet e tyre të vogla dhe krizat e tyre të vogla dhe sukseset e tyre të vogla. Por kur I shikon mbrapa, ato vite shfaqen si një lëvizje e qetë dhe e vazhdueshme, si lumi që shihet nga lart. Nuk e shikon ujin kokë, nuk e sheh çdo val, por sheh drejtimin, sheh rrjedhën, sheh se nga ku vinte dhe ku shkonte. Gresa e ndjeu këtë ndryshim perspektive njëherë afër fundit të studimeve universitare. Ishte ulur mbi kafen mbrëmje dhe kishte shikuar fletoren e parë të shënimeve, atë të hershmin, të mbushur me rregulla italishte dhe terma të finance dhe skica të vogla idesh të papjekura, dhe kishte lexuar pak. Kishin kaluar vite nga ajo fletore. Kishte lexuar dhe kishte ndjer gjëra të ndryshme njëkohësisht. Respekt për versionin e saj të mëhershëm, atë vajzë me kontrata të ngushta dhe me vendosmëri të madhe, mirënjohje se kishte vazhduar dhe ndjesinë e çuditshme të largësisë, jo largësi emocionale, por largësia reale e progresit, që nuk duket kurrë kaq e madhe nga brenda sa duket kur shikon mbrapa. Gjatë atyre viteve, Gresa kishte ndryshuar brenda restorantit gjithashtu. Ferrante e kishte promovuar, jo me entuziazëm, jo me fjalë të mira, por sepse ishte e pamundur injoruarja e faktit se ajo ishte eficiente, klientët e donin dhe lëvizja kishte sens praktik. Ishte bërë menaxhere e sallës,
roli që organizonte shërbimin, koordinonte kamarierët, merrte vendime të shpejta kur linte problem. Ferrante nuk e kishte festuar këtë promovim, kishte thënë vetëm "Shiko se mos e keq përdor". Gresa kishte marrë rolin dhe e kishte bërë mirë. Kishte bërë mirë sepse e donte punën e mirë dhe sepse roli i ri i ofronte diçka çmimtare, vëzhgim i drejtpërdrejt i mënyrës si drejtohej biznesi. Numrat, furnitorët, kostot, marzhet, gabimet e menaxhimit, sukseset e papritura, modelet e klientëve. Ishte si laborator praktik dhe Gresa mori shënime mendore çdo ditë. I shtoi materialet kursi universitar, i krahasoi me teorinë, kuptoi ku teoria takonte praktikën dhe ku ndaheshin. Gjatë kësaj periudhe, Lorenzo e kishte ndihmuar, jo drejt për drejt, por kishte rekomanduar Gresën tek disa kontakte të tij biznesi si dikush i denj për konsultim dhe për diskutim. Ishte mënyra e tij e qetë e hapjes dyer pa bërë bujë. Ato kontakte kishin hapur diskutime, ato diskutime kishin hapur ide, ato ide kishin hapur mundësi, jo me njëherë, jo të materializuara, por si fara në tokë, si potenciali pranishëm i cili priste kushtet e duhura. Ditën kur mori rezultatin final të programit universitar, Gresa ishte vetëm. Ishte mbrëmje vonë, kishte punuar ditën e plot dhe ishte ulur me laptopin e vogël të blerë me kursime mujore, me emailin e hapur, me zemrën duke rrahur pak më shpejt se zakonisht. Emaili kishte ardhur, kishte shikuar rezultatin, kishte lexuar fjalet që konfirmonin, kishte kaluar, kishte mbaruar, kishte marrë diplomën. Kishte qëndruar e pa lëvizur disa sekonda. Pastaj kishte qeshur, njëra nga ato qeshje të çuditshme dhe të vërteta që vijnë kur pritshmëria takon realitetin dhe nuk gjen hendek midis tyre. Qeshje jo spektakolare, jo festive, por e thellë, e satisfaksionit të punës të bërë, e distancës të kapërcyer, e mundësisë të kthyer në fakt. E kishte thirrur nënën. Nëna kishte qarë menjëherë. Ato lot të nënave që janë krenari dhe lehtësi dhe dashuri të gjitha bashk, të pa filtruar dhe të pa pretenduar. Tregoje babait, kishte thënë Gresa. Kishte dëgjuar zërin e babait nga distanca, pastaj pranë telefonit, bie, dhe pastaj heshtje, sepse kishte gjëra që nuk kanë fjalë të mjaftueshme, dhe heshtja bën detyrën e tyre. Erinda kishte thirrur 5 minuta pas nënes, duke bërtitur dhe duke qeshur. E dia se do e bëje, ti ishe gjithmonë ajo e familjes. Ti je ajo e familjes, kishte thënë Gresa. Unë jam vetëm ajo që punon. Nuk është e njëjta gjë, kishte pyetur Erinda. Kishin qeshur të dyja. Pas telefonatave, Gresa kishte dalë jashtë. Apartamenti kishte ndryshuar ndërkohë, ishte e vetme tani, kishte gjetur diçka pak më të mirë, jo luksoz, por e sajën, dhe kishte qëndruar nën qiellin e natës. Kishte yje, kishte ajër të freskut, kishte qytetin rreth saj, rrugët e njohura tashmë, ndërtesat e njohura, njerëzit e njohur, dhe kishte të ardhmen para vetes, akoma e papërcaktuar, por e ndjeshme. Kishte menduar për Ferrante atë natë, jo me zemrim, por si mendohesh për ndonjë kapitull të librit, me qartësinë e atij që e ka lexuar kapitullin dhe ka kuptuar rolin e tij në histori, i nevojshëm, instruktiv dhe tani i kaluar. Diplomat hapin dyer, por dyer hapin edhe kombinimi i diçka e tjetër, diçka që nuk mësohet nga librat, por vetëm nga jeta, aftësia për të parë mundësinë ku të tjerët shohin vetëm problem. Gresa kishte punuar mjaftueshëm kohë brenda industrisë së restoranteve për të parë modele të qarta. Kishte parë se ku binin shumica e bizneseve të vogla, jo nga mungesë talentit kuzhinës, jo nga mungesë klientësh potencial, por nga menaxhimi keq, nga kosto të pakontrolluara, nga mungesë strategjie, nga improvizimi vazhdueshëm aty ku duhej sistem. Kishte një vend, jo shumë larg nga ku punonte, që kishte rënë, restorant me histori, me lokacion të mirë, me emër dikur pozitiv, por me menaxhim të keq të fundit, me pronar të moshuar që dëshironte të dilte dhe nuk gjente blerës të duhur. Gresa e kishte verejtur, kishte bërë llogaritjet, kishte konsultuar me Lorenzon, kishte shikuar numrat, kishte shikuar lokacionin, kishte shikuar potencialin. Kishte nevojë për kapital. Jo shumë, jo sipas standardeve të biznesit mesatar, por shumë sipas standardeve të Gresës atë moment. Kishte 2 burime, kursimet të saj të akumuluara me vite dhe bank.
Bankat nuk janë gjithmonë të gatshme për njerëz pa histori krediti të gjatë dhe pa kolateral të madh. Por bankat janë gjithmonë gati për plane biznesi të mirë arsyetuara, për numra të qartë, për strategji të besueshme. Gresa kishte shkruar planin. Kishte shkruar planin me kujdesin e dikujt që ka mësuar çdo term teknik jo si abstraksion, por si vegël, me kuptim dhe me aplikim. Kishte shënuar projeksionet reale, jo optimiste artificiale. Kishte identifikuar rreziqet me ndershmëri, kishte treguar si do menaxhoheshin ato rreziqe. Kishte nënkrah diplomën, kursin dhe vitet e menaxhimit praktik. Kishin dhënë kredi. Ishte ardhur dita kur nënshkroi kontratën e blerjes. Ishte ulur në zyrën e noterit, me dorë pak të dridhur dhe me vendosmëri të palkundur dhe kishte nënshkruar. Nuk ishte buj, nuk ishte fest, kishte vetëm aktin juridik të pronësisë, copa letre me nënshkrime e vula dhe ndjesinë e tij, të rëndë dhe mirë dhe të vërtet. Pronare. Kishte bërë 6 vjet ndërtim të heshtur për të arritur këtu, 6 vjet punë dhe studim, dhe kursim dhe heqje dorë, dhe qaj natën dhe ngritur mëngjeseve, dhe mbajtur fjalë të dhëna vetes në heshtje, dhe tani kishte diçka konkrete, diçka reale, diçka që nuk mund ta merrte askush me fjalë. Restoranti i parë i Gresës nuk ishte shumë i madh. Kishte 28 tavolina, guzhinë mesatare dhe një ambient të ndërmjetëm midis thjeshtë dhe elegant. Ai lloj ambienti ku mund të hynte edhe familja me fëmijë, edhe çifti në darkë romantike dhe të ndihnin të dyja mirë. Kishte bler me ndërgjegje se jo madhësia e hapësirës, por cilësia e eksperiencës ishte ajo që ndërtonte besnikërinë e klientit. Kishte emërtuar restorantin Rënja, fjalë shqipe e qëllimshuar. Njerëzit pyesnin dhe ajo shpjegonte, dhe shpjegimi i saj bëhej vet histori, vet marketing. Vajzë nga Shqipëria, e ardhur me valixhe të vogël, e rritur këtu, me rënjë atje. Italianët e donin atë histori. E donin sepse ishte autentike, dhe autenticiteti ka vlerë të rrallë në botën e shumë kostumeve dhe pak shpirtrave. Por para hapjes kishte punë të madhe. Kishte ripërtërirjen e ambientit. Kishte bërë shumë vetë, me duar, me Lorenzën dhe 2 miq të tij si ndihmë vullnetare, me materiale të blejura me kujdes të çmimit. Kishte menun, kishte menduar gjatë për të, kishte bërë degustime me persona të besuar, kishte kombinuar traditën italiane me frymëzim mediteran, pa e bërë as tepër ekskluzive as tepër gjenerike. Kishte stafin, kishte zgjedhur njerëz jo vetëm sipas aftësisë teknike, por sipas karakterit, sipas mënyrës si trajtonin njëri tjetrin para se të pyesjesh se si do trajtonin klientët. Kishte mësuar diçka nga Ferrante, jo si shembull pozitiv, por si shembull negativ. Kishte mësuar saktësisht çfarë të mos bënte si udhëheqëse. Kishte mësuar se stafi që ndihej i respektuar dhe i çmuar punonte me dinjitet dhe me kënaqësi, dhe ky dinjitet dhe kjo kënaqësi shkonte drejt për drejt te klienti në përshërbim, në për atmosferë, në për ngjyrat e fshehta të ndërveprimit njerëzor, që nuk janë të listuara me asnjë menu, por ndihen gjithmonë. Kur hapi dyert e restorantit për herë të parë, ishte natë e re. Jo mesnat, jo festive, por e njëjtë pasdite me ndriçim të ngrohtë dhe muzikë të ulët dhe erë të duhur pjate të gatuar si duhet. Kishin ardhur disa miq, Lorenzo, Valentina, cila ishte e gëzuar si dikush që e kishte parë transformimin dhe ishte krenar duke qenë dëshmitar, dhe disa klientë të parë kurioz. Gresa kishte qëndruar pranë hyrjes dhe kishte shikuar. Kishte shikuar tavolinat e zëna gradualisht, kishte dëgjuar bisedat e lëna të lira, kishte parë fytyrën e kënaqur të atij çifti tet angu që provonte pjatën e parë dhe kthente kokën njëri tjetrit me atë lëvizje të vogël pohon. Kishte ndier, dhe kjo ishte ndjesinë e papërcaktueshme ndryshe, kishte ndier se ishte duke bërë diçka të sajën, jo diçka të urdhëruar, jo diçka të duruar, jo diçka ndaj të cilës ishte neutrale. Diçka e sajën, nga fillimi, me zgjedhje të sajën, me punë të saj, me vizion të sajën. Ajo ndjesi nuk kishte çmim. Restoranti i parë mori kohë të fitonte ritmin, siç e marrin gjithë gjërat e reja që ia vlen. Kishte muaj të parë me fitime modeste dhe shpenzime të larta fillestare, dhe Gresa i menaxhonte me atë lloj kujdesi të rrept financiar që buron nga eksperienca e të kursyerit vet, jo nga teori.
dinte vlerën e çdo euroje, dinte efektin e çdo vendimi të vogël mbi margjinën, dinte se ku mund të kursejet pa kompromentuar cilësinë dhe ku kursimet e gabuara kushtojnë shumë më shtrenjtë afatgjatë. Kishte vështirësi, kishte natë kur numrat nuk balanconin si pritej, kishte furnitor që nuk respektonte afate, kishte ditë kur 2 antar stafi ishin sëmur njëkohësisht dhe duhej të gjendej zgjidhje brenda orësh. Kishte momente kur lodhja kumulative të bënte të pyesjesh nëse shpërblesa ja vlente, nëse ishte duke bërë gjën e duhur, nëse kishte zgjedhje të mira apo thjesht ishte ndruar një lloj vështirësie me tjetrin. Por kishte edhe kthesa. Kishte review të para pozitive, jo shumë, por cilësore dhe sinqerta, ato lloj komentesh ku njeriu nuk përshkruan pjatën, por ndjesinë. Kemi ndjerë se ishim të mirëpritur, jo vetëm klient. Atmosfera ishte si shtëpi për më e bukur. Do kthehemi patjetër. Kishte bujen e vogël të gojës. Ajo buje pavlerësueshme që nuk blihet me marketing por fitohet vetëm me eksperiencë autentike. Kur klienti i kënaqur i tregon shokut, dhe shoku vjen dhe pastaj ai tregon tjetrit. Kishte ditën kur për herë të parë restoranti ishte plot. Jo ndonjë event, jo ndonjë ofertë speciale, thjesht natë e zakonshme, e premte, dhe çdo tavolinë e zënë dhe disa njerëz duke pritur jashtë. Gresa kishte qëndruar në kuzhinë atë natë dhe kishte parë rreth vetes, stafin e saj, punën e tyre, energjinë e atij vendi, dhe kishte ndjerë diçka të ngjashme me emocionin, por jo identike me të. Kishte ndjerë konfirmim. Konfirmim se rruga kishte sens, se 6 vjet punë e heshtur kishin pasur drejtim të vërtet, se vendosja kishte qenë sakt. Ky konfirmim nuk ishte fund, ishte vetëm pikë referimi, guri kilometrik mbi rrugë, jo destinacioni. 2 vjet pas hapjes së të parit, Gresa hapi të dytin. Hapi të dytin jo nga nxitim, por nga gatishmëri, dallim i rëndësishëm. Kishte pritur derisa modeli i parë ishte stabilizuar, derisa ekipi ishte i qëndrueshëm dhe sistemi funksiononte pa prezencën e saj fizike të vazhdueshme. Kishin qenë vite të mësimesh, mësimet e delegimit, mësimet e besimit të njerëzit, mësimet se si organizohet sistemi që punon edhe kur ti nuk je çdo sekondë aty. I dyti ishte pak më i madh, në zonë tjetër të qytetit me koncept paksa të ndryshëm, më i orientuar drejt drekave biznesi, me menu të shkurtër dhe të zgjedhur, me shërbim të shpejtë dhe saktë. Gresa kishte kuptuar se nuk duhet kopjonte veten, duhet kuptonte çfarë donte tregu specifik dhe t'i ofronte atë, me identitetin e saj, por pa ngurtësinë e modelit unik. I dyti gjithashtu mori. Mori ndoshta pak më shpejt se i pari, sepse Gresa kishte mësuar. I treti erdhi pas edhe 2 viteve. Ndërkohë, Gresa kishte ndërtuar ekip menaxherial të vogël, njerëz që i besonte, që i kishte trajnuar vetë, që ndanin filozofinë e saj se si duhej drejtuar biznes me njerëz brenda dhe klient jashtë. Jo filozofia e Ferrantes, jo ajo e pushtetit mbi njerëzit e poshtëm, por filozofia e bashkëpunimit, e respektit si investim, e cilësisë si identitet. Kishte emër tani, jo famë të madhe, jo intervista revistash, jo jetë publike. Gresa nuk kërkonte asnjë nga këto. Kishte emër brenda industrisë, mes njerëzve që e njihnin sektorin, dikush serioze, e besueshme, me shikim strategjik, me rezultate konkrete. Lorenzo kur e takonte ndonjëherë, ai kishte kaluar në konsulencë të pavarur tani, e shikonte me atë buzëqeshjen e tij të qetë dhe i thoshte gjithmonë, "Kjo ishte rruga jote, e ke gjetur." "Ende jam në rrugë," i thoshte Gresa. "Gjithmonë," pajtohej ai, "por drejtimi është i qartë." Valentina kishte hapur studion e fotografisë. Gresa kishte qenë klienti i parë. Kishte porositur fotografi profesionale për të 3 restorantet, kishte paguar siç duhej dhe kishte thënë hapur se cilësia e saj meritonte çmimin e duhur. Valentina kishte qajtur kur kishte marrë kontratën, jo sepse ishte surprizë, por sepse kishte qenë akt misie i formalizuar, i bërë real, dhe disa gjëra janë prekse pikrisht sepse kalojnë nga dashuria në gjest konkret. Kishin vazhduar miqësinë me atë cilësi të rrallë, misia mes njerëzve që kanë rritur paralelisht, secili rrugën e vet, dhe kur takohen, gjejnë gjithmonë të njëjtin thelb të njeriu tjetër, edhe pse jeta i ka ndryshuar sipas. Valentina ishte ajo që një herë, kur ishin ulur me kafe dhe bisede lirë, e kishte pyetur drejt për drejt. "Po Ferrante, e mendon ndonjëherë?" Gresa kishte hezituar. Pastaj kishte thënë të vërtetën, her pas here. Me zemërim? Jo, me mirënjohje të çuditshme. Valentina e kishte shikuar. Kur dikush të tregon saktësisht se çfarë nuk dëshiron të bëhesh,
kishte shpjeguar Gresa, kjo ka vlerën e vet. Ai mu tregua si antishembull i përsosur. Çdo vendim të mirë udhëheqjeje e ka marrë duke menduar, çfarë do bënte ai, dhe duke bërë të kundërtën. Kishin qeshur, qeshja e njerëzve që kuptojnë njëri tjetrin pa nevojë shumë fjalësh. Por brenda qeshjes, Gresa e dinte se ka diçka akoma. Diçka e pafërfunduar, jo si plagë e hapur, por si histori pa faqen e fundit, si libër me kapitullin e fundit akoma të pashkruar. Ferrante, restoranti i tij, dhe ajo fjalë që kishte thënë një herë si fakti patjetërsueshëm, do mbetesh gjithmonë punëtorja ime. Kishte ardhur koha ta shkruaj ajo faqe e fundit. Lajmin e mori nga njëri nga kontaktet e saj brenda industrisë, një furnitor i vjetër që punonte me disa restorante të zonës dhe njihte gjendjen e tyre financiare afërsisht. Trattoria del Sole kishte vështirësi, kishte patur vite të vështira ekonomike, jo kriza fatale, por erozion gradual, klientët e humbur ngadalë, konkurenca e rritur, menaxhimi i pandryshuar i Ferrantes, i cili nuk ishte evoluar, stafi i frustruar i cili largohej me rregullsi. Ferrante kishte mbajtur gjëra duke shpenzuar rezervat, por rezervat kishin fund. Kishin filluar të dilnin zëra të industrisë, ato zëra që nuk janë kur konfirmimi zyrtare, por janë zakonisht të sakta, se Ferrante po shikonte mundësinë e shitjes, se nuk ishte trashëgimtar familjar të interesuar, se ishte i lodhur dhe i vjetruar, dhe ndoshta thellë brenda i vetëdijshëm se bota kishte ndryshuar rreth tij dhe ai nuk kishte ndryshuar bashkë me të. Gresa dëgjoi lajmin dhe qëndroi e qetë. Pastaj hapi fletoren e saj dhe bëri llogaritjet. Jo me njëherë. Mori kohën e nevojshme. Shikoi numrat nga disa kënde, konsultoi me Lorenzon, verifikoi çfarë mund të verifikohej. Trattoria del Sole kishte lokacion të mirë. Kishte historikun e emrit, jo gjithmonë pozitiv nën Ferranten, por emri i njohur, rrugë e njohur, pozicion fizik i mirë. Kishte potencial për transformim. Me investim të arsyeshëm dhe me menaxhim të ndryshuar, mund të bëhej diçka e mirë, diçka e vërtetë. Dhe kishte edhe diçka tjetër. Diçka që Gresa nuk e shpjegoi as me Lorenzon, as me Valentinën. Diçka personale. Diçka që kishte të bënte jo vetëm me biznes, por me plotësinë e kthimit të plot, me shkrimin e asaj faqe të fundit të historisë. Vendosi të shkonte. Vendosi të shkonte te Ferrante dhe të bënte ofertën. Jo si hakmarrje, jo me zemërim, por si moment i qetë i drejtësisë jo të gjykatës, jo të audiencës, por drejtësia e brendshme e jetës kur gjërat radhiten sipas meritës dhe jo sipas gabimeve fillestare të parave. Natën para vizitës, Gresa nuk fliti shumë. Kishte disa thirrje pune, çështje normale të biznesit dhe i kishte zgjidhur me qetësinë e zakonshme. Kishte ngran dark vetëm, me muzikë të ulët, me mendime që nuk ishin as pak kaotike, mendime të qeta dhe të qarta. Kishte menduar për valixhen blu, atë valixhe të mesme me ripa të grisur, me pak rroba dhe pak para dhe fotografitë familjes dhe librat e parë. E kujtonte me rëqethje, jo rëqethja e frikës, por rëqethja e asaj çka e njeh si moment kyç, si pik rrotullimi. Kishte menduar për nënën, për babain, i cili kishte gjetur punë tjetër me kohë dhe kishte marrë veten dhe familjen me qetësi. Për Erindën. Erinda kishte mbaruar studimet e saj tani, kishte punë të mirë, kishte jetë me potencial dhe me të ardhme, dhe Gresa dinte se kontributi i saj i hershëm, ato para të dërguara çdo muaj, ato telefonata, ai modeli pa dukshëm i vazhdimit, kishte luajtur rolin e vet. Kishte menduar për librat e natës, për bibliotekën dhe Sinjora Ana Marian me zyze të mëdha, për Lorenzon dhe kursin, për certifikatën e vogël me emrin e saj, për diplomën, për nënshkrimin e parë si pronare. Kishte menduar për Ferranten dhe fjalinë e tij, do mbetesh gjithmonë punëtorja ime. Nuk kishte zemërim, kishte diçka shumë më të komplikuar dhe shumë më të qetë. Kishte mirë kuptim. Kishte kuptuar shumë kohë më parë se Ferrante nuk kishte thënë atë fjalë sepse e urrente Gresën. Kishte thënë atë fjalë sepse kjo ishte e vërteta e tij, jo e vërteta e botës, por e vërteta e tij personale, botkuptimi i tij, korniza e tij. Për Ferranten, kategoritë ishin fikse. Njerëzit ndaheshin në ata që porosisin dhe ata që shërbejnë, dhe kalimi nga njëra anë në tjetrën ishte jo vetëm i pamundur, por i papërmendshëm. Kjo ishte vari i tij,
jo i Gresës. Gresa e kuptoi atë natë, ose ndoshta e kishte kuptuar prej kohësh dhe vetëm po e artikulonte qartë, se Ferrante nuk kishte kontribuar negativisht vetëm me fjalët e tij. Kishte kontribuar edhe pozitivisht, me mënyrën e vetë të çuditshme dhe të padëshiruar. Çdo herë që kishte thënë se Gresa nuk mund, kishte forcuar brenda saj vendosmërinë të tregonte ndryshe. Çdo herë që kishte poshtëruar, kishte shtuar stres tjetër mbi murin e brendshëm. Çdo do mbetesh, kishte ushqyer nuk do mbetes me energji precize. Ky ishte ironia e madhe e njerëzve si Ferrante. Mendojnë se po mbajnë poshtë, por ndërtojnë lart. Para se të flinte, Gresa hapi fletoren, jo atë të vjetrin e hershmin, por një të re, dhe shkroi disa fjalë. Jo shumë, vetëm nesër shkohet, jo me zemërim, me qetësi, me faktet. E mbylli fletoren dhe fliti. Mëngjesi erdhu i kthjellët. Gresa u vesh me kujdes, jo me shumë pretendim, por me dinjitet të qetë. Veshje profesionale, e thjesht dhe elegante, e sajen. Mori dosjen me dokumentet e ofertës, kishte punuar me avokatin e saj tashma, kishte numrat e sakt, gjithçka ishte në rregull. Doli jashtë. Qyteti kishte mëngjesin e tij të zakonshëm. Njerëz në haste, dyqane duke hapuri, aroma kafeje nga baret e hapura, karroca fruta perimesh, zëra italian të shpejt dhe muzikal. Gresa i kaloi të gjitha duke ecur me hap të qetë. E dinte rrugën mirë, e kishte ecur shumë herë, kohë kur ishte punonjëse atje, kohë kur kthehej nga puna me këmbë të lodhura dhe me zemër edhe më të lodhur. Por sot rruga ishte e ndryshme, jo fizikisht, por në ndjesinë e saj të brendshme. Kishte diçka finale dhe gjithashtu diçka tashmë ka përcyer. Siç ndihesh kur shkon sërish në vendin ku ke qenë i vogël dhe e sheh me sytë të rriturit. Jo më të frikshme, jo më shumë se ç'ishte, por të njohur dhe të vogëluar, të vënë në perspektivë nga koha dhe rritja. Trattoria del Sole ishte atje. Shenja e drurit akoma e njëjta. Tani edhe më e nevojshme për ilyerje se para, ngjyrat ishin zbehur. Palmjetat e vjetra ishin akoma aty, pak më të çrregulluara se sa mbante mend. Dritaret e mëdha. Gresa ndaloi disa sekonda jashtë. Shikoi brendësinë nëpër xham. Salla kishte ndryshuar pak. Tavolinat e njëjta, por diçka e lodhur në to, diçka që nuk frymëzonte si duhet. Kishte dy kamarier duke përgatitur sallën për drek, fytyrë të panjohura, jo ai stafi i vjetër. Mori frym. Hapi derën. Gresa hyri. Njëri nga kamarierët u afrua menjëherë me pyetjen standarde për rezervim. Gresa tha me qetësi: "Jam këtu për sinjor Ferrante. Kemi takim." Kishin takim. E kishte kontaktuar një javë më parë nëpërmjet ndërmjetësit, jo drejt për drejt, jo me emrin e saj menjëherë. Ishte thënë vetëm se kishte interes serioz blerësi nga industria. Ferrante kishte pranuar takimin pa ditur kush ishte blerësi. Kamarieri shkoi të njoftonte. Gresa qëndroi pranë hyrjes dhe shikoi sallën. E njihte çdo centimetër të asaj hapësire, e dinte ku kishte qenë çdo tavolinë, ku kishte qenë stacioni i kamarierëve, ku kishte qenë dera e kuzhinës, ku Ferrante qëndronte kur dëshironte të kontrollonte gjithçka pa u dukur se kontrollonte. Pastaj nga kuzhina doli Ferrante. Kishte plakur. Ishte logjike dhe normale, kishin kaluar vite, por mënyra si kishte plakur ishte ajo që preku. Jo mirë. Ishte plakur me atë lodhje të njeriut të cilit sistemi si ka punuar si kishte menduar, me atë mënyrë të veçantë si i bie qafat dikujt që ka bartur peshën e gabuar në drejtim të gabuar. Flokët ishin plotësisht të thinjura tani, fytyra kishte vija shumë dhe kishte humbur pak nga ajo poza e vjetër, ajo ecje e llogaritur me siguri të sforcuar. Shikoi drejt hyrjes, shikoi Gresën. E njohu. Gresa e pa momentin, pa atë ndryshim të vogël të fytyrës, atë lëvizje të syve që bëjnë njerëzit kur memoria sulmon papritur, dhe e pa edhe diçka tjetër, konfuzioni. Ferrante nuk e kishte lidhur, nuk i kishte ardhur në mend se blerësi mund të ishte ajo. Sepse Ferrante kishte vendosur gjithmonë njerëzit në kategori, dhe Gresa kishte qenë në kategorinë e pamundur. Ferrante e uli frazën e pritjes. "Ah, ti", tha me atë ton të dikujt që nuk e di ende si ta klasifikoj situatën. "Signor Ferrante", tha Gresa, me qetësi të plot dhe me ton profesional. Uli gjithçka, nuk kishte nxitim, nuk kishte dramatizëm, nuk kishte zë të ngritur apo fjalë shumë të ngarkuara.
Kam kuptuar se jeni të interesuar të shisni restorantin. Jam këtu me ofertë serioze. Ferrante e shikoi, me atë shikim të vjetër analizues, të njohur të cilin Gresa e dinte përmendësh, dhe pastaj bëri diçka unexpected. Qeshi. Jo me tallim, por me atë qeshje të lodhur të dikujt të befasuar nga ironia e jetës. Ti, tha, ti vjen të blesh restorantin tim. Po, konfirmoi Gresa thjesht. Heshti. Pastaj, ulu. Ulën. Njëri përballë tjetrit. Tavolina midis tyre. Si gjithmonë kishte tavolina midis tyre. Por tani, tavolina nuk ishte ndarje hierarkike. Ishte vetëm sipërfaqe biznesi. Gresa hapi dosjen, nxori dokumentet, shtroi numrat para tij me qartësi. Çmimi i ofertës, baza e llogaritjes, kushtet e transaksionit, afatmoret. Ferrante shikoi dokumentet, lexoi, mori kohën e tij, dhe Gresa nuk e nxiti, nuk u pa e shqetësuar, nuk e demonstroi as urgjencë, as nervozizëm. Priti me atë qetësi të dikujt që e ka bërë punën e duhur dhe nuk ka nevojë ta performojë. Oferta është e drejtë, tha Ferrante në fund, me zë pak më të ulët se zakonisht. E di, tha Gresa. Ferrante ngriti syt nga dokumentet dhe e shikoi direkt. Ke arritur, tha. Nuk ishte komplimenti formuluar, ishte konstatimi thjesht i faktit. Po, tha Gresa. E dija që nuk besoja. E dija. Kishte heshtje, jo heshtje e tensionit, heshtje dy njerëzve që e din me saktësi se ku janë dhe kush janë, dhe nuk ka nevojë të luajnë role. Ferrante shikoi sërish dokumentet. Kur doje të mbaroja kontraktën? Dhe me atë pyetje, pyetje praktike, pyetje biznesi, pyetje dikujt që ka vendosur tashmë, Gresa ndjeu diçka. Ndjeu kapërcimin, ndjeu plotësinë e çastit, jo triumfi me zhurmë, jo hakmarrja teatrale, por diçka shumë më të thellë dhe shumë më të vërtetë. Drejtësinë e heshtur të jetës, kur lëviz sipas punës, dhe jo sipas paragjykimit. Kur jeni gati, tha Gresa, nuk nxitoi. Nuk nxitonte, kishte kohë, kishte ndërtuar gjërat me durim, mund t'i mbaronte edhe ato me durim. Kishte gjëra që Gresa nuk i tha atë ditë, edhe mos thënia kishte vlerën e vet. Nuk i tha, të kujtohet kur më the se do mbetesha gjithmonë punëtorja jote? Nuk i tha, kjo është dëshpërim, kjo është fitore. Nuk i tha asgjë nga ato gjëra dramatike shumë të pritura, të cilat i kishte imagjinuar ndoshta në momentet e hershme kur zemrimi ishte i madh dhe ëndra e drejtësisë kishte formën e fjalës së duhur në momentin e duhur. Sepse kishte kuptuar tashmë se fitoria e vërtet nuk lypëm deklarat. Fitoria e vërtet ekziston pa deklarat, është faktike, është e dukshme, është aty, mbi tavolinë, me numra dhe me nënshkrime, dhe me vite pune të bëra pa bujë. Dikush tjetër mund të kishte dashur atë moment ku i thua të gjitha, ku nxjerr gjithçka, ku të shikojnë dhe kuptojnë. Dhe do ishte e kuptueshme, do ishte humane. Por Gresa ishte bërë diçka tjetër gjatë atyre viteve, diçka që ndoshta ishte zakonshme si term, por e rrallë si realitet. Kishte bërë paqe me të kaluarën e saj pa e çmontuar, kishte integruar poshtrimet si pjesë të historisë, jo si plagë aktive. Kishte bërë Ferranten instrument, jo hero, jo antagonist të madh, por thjesht njeriu i gabuar që pati rolin e duhur rastësisht. Dhe kjo paqe e brendshme, kjo qetësi e madhe, ishte fitoria e vërtet. Shumë herë para se të nënshkruhej ndonjë kontratë. Nënshkruan disa javë më vonë. Ishte mëngjezi, jo natë, jo dram, por mëngjezi zakonshëm syrtarie me avokat dhe noter dhe dokumenta të shumta të palosura, me firma të bëra me qetësi dhe me procedurë standarde. Ferrante ishte i heshtur gjatë gjithë procesit. Gresa ishte e qetë dhe e vëmendshme, shikoi çdo paragraf, bëri disa pyetje teknike, konfirmoi gjërat e nevojshme. Kur mbaruan, noteri uroi të dyve dhe u largua. Avokati gjithashtu. Mbetën vetëm, Gresa dhe Ferrante, për minutën të fundit si palë kontraktuese. Ferrante ngriti syt dhe shikoi. Pastaj tha diçka që Gresa nuk e priste. Jo se ishte çuditërisht e mirë, jo se ishte keqardhje e formuluar mirë, por sepse ishte e sinqertë në mënyrën e saj të parafrizuar. Gabova, tha. 2 fjalë, pa kontekst shtesë, pa shpjegim, pa justifikim. Gresa e shikoi. Nuk e priti mirënjohjen, nuk e priti fajin, por e pranoi si ishte, thjesht fakt, thjesht realiteti rrëfyer nga njeriu i gabuar, pasi jeta i kishte treguar pasojën.
Mund të mësohet gjithmonë, tha Gresa, jo me mëshirë artificiale, por me atë qetësi të dikujt që nuk ka nevojë për të fituar argumentin, sepse jeta tashmë e ka bërë atë punë. Ferrante qeshi pak, qeshi e lodhur, gjysmake. Pastaj u ngrit, mori xhaketën e tij dhe doli. Gresa qëndroi e ulur disa minuta pas largimit të tij. Shikoi dokumentat para vetes, shikoi nënshkrimet, shikoi numrat konkret të pronësisë, të çmimit, të transferit. Pastaj hapi telefonin dhe dërgoi mesazh te Erinda. 2 fjalë. UB. Erinda ju kthye me 3 emoji zemrash dhe pastaj me mesazh të gjatë me germa të mëdha dhe shumë pikë çuditjeje. Greca lexoi dhe buzëqeshi. Pastaj mbajti telefonin dhe thirrri nënën. Trattoria del Sole u mbyll për rinovim. 3 muaj punë, rinovimi plot ambientit, ristafimi plot, ridizajni plot i menus. Gresa e bëri me po atë kujdes metodik dhe të vëmendshëm si kishte bërë çdo restorant tjetër të sajën. Por këtë herë kishte edhe diçka shtesë, diçka si kujdesi veçantë, diçka si respekt ndaj historisë së vendit, ndaj atij ndërtimi të vjetër me mure guri dhe dritare të mëdha dhe dritë të ngrohtë që hynte. Kishte vendosur të ndryshonte emrin, jo tërësisht, por me shtesë. E kishte quajtur Sole e Rënja, Dielli dhe Rënjët. 2 gjuhë, 2 botë, 2 histori të bashkuara. Kur kishte shpjeguar emrin te stafi i ri gjatë trajnimit paraprak, kishte thënë: Rënjët janë ato që mbajnë ndrurën lart kur erat janë të forta. Diellin e shohim të gjithë, por rënjët ato punojnë nën tokë, pa u parë, pa lavdi, dhe për këtë arsye gjithçka qëndron. Stafi kishte dëgjuar. Disa kishin marrë vesh që kjo nuk ishte vetëm filozofi biznesi, ishte histori personale, e komunikuar me mënyrën e vetme të vërtetë, jo si rrëfim eksplicit, por si frymë e brendshme e vendit. Nata e hapjes së Sole e Rënja ishte e plot. Kishte ftuar Valentinën, e cila kishte bërë fotografi gjithë natës me atë shikim të sajën të dikujt që sheh thellësi ku të tjerët shohin sipërfaqe. Kishte ftuar Lorenzon, i cili kishte ardhur me buzëqeshin e tij konstante dhe me verë të mirë dhe me pak fjalë por shumë prezencë. Kishte ftuar disa nga kolegët e vjetër të restorantit parë, ata që kishin qenë me të nga fillimi. Kishte ftuar edhe Sinjora Ana Maria nga biblioteka. Ajo kishte ardhur me sy të ndezur dhe me kapele të kuqe dhe kishte shëtitur në për restorant me atë kureshti dinjitare të dikujt që lexon hapësirën si libër. Dhe kishte ftuar familjen, nëna, babai dhe Erinda. Kishin ardhur me avion. Herën e parë që nëna dhe babai vinin në Itali, herën e parë që shikonin me sy vendin ku Greca kishte ndërtuar gjithçka. Kishin ardhur ditën para hapjes dhe Greca i kishte çuar nëpër qytet, nëpër restorantet e tjera, nëpër jetën e ndërtuar me durim dhe me fjalë të heshturas. Nëna kishte ecur ngadalë nëpër sallën e parë, rënja e vjetër, restoranti i parë, me duart duke prekur karriget, duke shikuar tavolinat, duke marrë frymë erën e kuzhinës. Kishte qëndruar e pa lëvizur një moment dhe pastaj kishte thënë me zë shumë të ulët, pothuajse vetëm për vete: Këtu ke jetuar ti. Jo si pyetje, si kuptim. Gresa kishte qëndruar pranë saj dhe kishte mbajtur dorën e nënës. Ato duart të njohura, me lëkurë të butë dhe me fuqi të fshehur, duart që e kishin mbajtur të vogël dhe pastaj e kishin lëshuar të rritej dhe kishin pritur me durim të gjatë dhe të heshtur. Këtu kam jetuar, kishte konfirmuar. Babai kishte parë gjithçka pa folur shumë, siç bënin njerëzit e fjalëve të pakta kur emocionit janë shumë të mëdha për t'u shprehur me gjuhë të zakonshme. Por kur kishin dalë jashtë dhe Gresa kishte mbyllur derën pas tyre, babai i kishte vënë dorën mbi kres, gjesti vjetër, i njohur, gjesti i atit ndaj fëmijës që ka bërë diçka me kuptim dhe nuk kishte thënë asnjë fjalë. Nuk kishte nevojë. Nata e hapjes së Sole e Rënja filloi me ndriçim të ngrohtë dhe muzikë të ulët dhe tavolina të plota. Gresa qëndroi pranë hyrjes për disa minuta, si kishte qëndruar një herë si kamariere e re me tabara dhe pazë, dhe shikoi. Shikoi nënën dhe babain të ulur te tavolina e rezervuar për ta, me Erindën mes tyre, me Erindën që fliste gjithkohës dhe qeshte dhe tregonte gjëra dhe kishte atë jetëson të rinisë të pashoq. Shikoi Valentinën me kamerën, duke vëzhguar nga kënde të ndryshme, duke gjetur dritën, duke parë historinë në çdo fragment. Shikoi Lorenzon, duke biseduar me njërin nga kolegët e vjetër, të dy me verë dhe me qetësinë e njerëzve të kënaqur. Shikoi stafin e ri,
të trajnuar, të motivuar, të respektuar, duke punuar me atë ritëm të mbar të hapësirave ku njerëzit dinë pse janë aty. Shikoi sallën, muret e rinovuara me kujdes, nuk i kishte fshirë plotësisht gjormët e historisë, kishte lënë disa gjëra të vjetra të dukshme si shtresa nën shtresë, si palimpsest, shumë histori mbi njëra tjetrën. Shikoi dritaren e madhe me dritën e qytetit nga jashtë, të njëjtën dritare në për të cilën kishte shikuar dikur kur ishte brenda si punëtore dhe kishte ëndëruar dritën nga ana tjetër. Tani qëndronte në anën tjetër. Nuk kishte orkestër, nuk kishte shpallje, nuk kishte momentin e madh publik të triumfit. Kishte vetëm natën, me njerëzit e duhur rreth vetes, me punën e bërë mirë, me historinë e plotësuar jo si shpëtim dramatik, por si kthim natyral i rrotullimit jetës kur jetohet me vendosmëri. Valentina e gjeti të qëndronte kështu dhe fotografoi, pa e njoftuar, pa e pozuar, duke kapur atë moment të paformuluar të qenies plotësisht e pranishme, plotësisht e vetën, plotësisht këtu. Fotografia do dilte bukur. Valentina ja dërgoi ditët pasuese dhe Gresa e shikoi përgjatë, jo me narcizëm, por me njohje. Kishte shikuar fytyrën e saj në atë fotografi dhe kishte njohur atë fytyrë. Jo fytyrën e vajzës me valixhe të rëndë, jo fytyrën e kamarierit të poshtruar, jo fytyrën e studentes të lodhur të natës, por fytyrën e njerëzve që kanë ecur rrugën e tyre deri ku duhet të arrinin, të qetë, të plot, të vërtet. Janë gjëra që mbeten pas çdo historie. Mbetet mësimi, jo ai formuluar, jo ai thënë me fjalë të mëdha dhe me tonin e mësimdhënësit, por ai jetuar, i mbartur në mish dhe në kujtesë. Mësimi se fitoria nuk bën zhurmë kur është e vërtet. Mësimi se njerëzit që të thonë se nuk mund, janë gjithmonë duke folur për veten, jo për ty. Mësimi se puna e heshtur ndërton shumë më fort se fjala e lartë. Mbet historia e Gresës, jo si mit, jo si legjend, por si fakt i zakonshëm i jetës. Vajzë nga Shqipëria, me valixhe të mesme blu dhe pak para dhe shumë vendosmëri, e ardhur në vend të huaj, e punuar si kamariere, e poshtëruar me fjalë, e ngritur me punë. Mbetet edhe ajo fjalë e Ferrantes, do mbetesh gjithmonë punëtorja ime, jo si plag, por si gurshënues historik, si kujtim se fjalët e njerëzve të tjerë kanë fuqi vetëm ai sa u jep ti. Dhe Gresa nuk u kishte dhënë as shumë as pak, u kishte dhënë pikërisht sasinë e duhur. Ai sa të ushqej nga kundërvënia, jo ai sa të mbytej nga barra. Mbet e rinda, tani e rritur dhe me jetën e sajën, e cila shkruan ndonjëherë mesazhe si "Sot kur mendoj se nuk mund, mendoj ty." Dhe Gresa i kthehet gjithmonë. Mos mendo mua, mendo veten tënde. Ajo është historia jote, jo imja. Sepse kjo ishte gjëja tjetër që kishte kuptuar. Historia e Gresës ishte e Gresës, nuk ishte model që duhej kopjuar, nuk ishte rrugë vetme, nuk ishte recetë universale. Ishte thjesht një jetë e jetuar me vendosmëri, me goditje dhe me ngritje, me lot dhe me punë, me net pa gjumë dhe me mëngjes pas atyre netësh, me fjalë të padëshiruara dhe me qetësi të zgjedhur. Çdo njeri ka historinë e tij, çdo njeri ka Ferranten e tij. Atë zërin brendshëm ose të jashtëm, atë figurë që thot nuk mund, nuk do arrish, qëndro ku je. Dhe çdo njeri ka zgjedhjen se si ti përgjigjet atij zëri. Gresa i kishte zgjedhur përgjigjen me punë, dhe puna kishte folur. Ka finalet që mbyllin gjithçka. Ato finalitete plota, të rrumbullakta, ku nuk mbetet asgjë e hapur, ku çdo gjë ka marrë vend dhe çdo gjë ka kuptim të plot. Por jeta nuk funksionon kështu. Jeta e Gresës pas blerjes së sole e rënja nuk u mbyll, u hap. Hapi kapitull tjetër, me sfida të tjera, me vendime të tjera, me momente të tjera ku duhet të zgjidhte mes të vështirës dhe të vështirës, mes mundësisë dhe kufizimit. Kishte plane të reja, kishte ide që po fermentonin, jo me nxitim, me atë qetësinë e njohur të procesit të saj. Kishte mësimet e vazhdueshme, sepse ndër gjërat që kishte mësuar ishte edhe kjo. Sa më shumë dije, aq më shumë shiheshin kufit e dijes, dhe ky shikim nuk ishte dëshpërim, por nxitim i vazhdueshëm. Kishte njerëzit e sajën, Valentina me studio në rritje, Lorenzo me konsulencën, nëna e babai dhe Erinda në Shqipëri, stafi i ri i restoranteve, klientët besnik, kontaktet e industrisë. Kishte veten e saj, jo versionin e hershëm me valixhe të rëndë dhe zemër të friksuar,
jo versionin e kamarierit të poshtëruar, jo versionin e studentit të lodhur të natës, por versionin aktual, të ndërtuar me kohë dhe me kujdes, dhe me gabime dhe me mësime. Grua që e dinte vlerën e vet, jo sepse dikush ja kishte thënë, por sepse kishte provuar vet, hap pas hapi, vendim pas vendimi. Dhe kishte ëndrrën, sepse ëndrat nuk mbarojnë me realizimin e njërës. Ëndrat janë si horizont, sa më shumë afrohesh, aq më shumë shihet tutje. Nëse ke lexuar deri këtu, nëse ke ndjekur gresën nga valigja blu deri te nënshkrimi i kontratës, dua të pyes diçka. Cila fjalë kësaj historie ka mbetur më shumë me ty? Shkruaje në komente, jo sepse duhet, por sepse ndonjëherë artikulimi i asaj çfarë na prek na ndihmon ta kuptojmë, dhe kuptimi i asaj çfarë na prek është gjithmonë rrugë drejt njohjes së vetes. Gresa nuk ishte heroine lindur, ishte njeri i zakonshëm, me vendosmëri të jashtëzakonshme. Dhe kjo kombinim, njerëzorja dhe vendosmëria, është e mundshme për çdo njeri që zgjedh ta provojë. Historia e saj ka mbaruar këtu, në këtë faqe, por historia jote, ajo vazhdon.